në për një mjedis për hapën valet me frekuencë 660 Hz dhe amplitudë 0.3 mm. Gjatësia valore është 50 cm. Përcakto nën A shpejtësinë me të cilën përhapen valet dhe nën B shpejtësinë maksimale të një grimce. Pra, në këtë detyrë duhet të përcaktojmë shpejtësinë me të cilën përhapet vala dhe shpejtësinë maksimale të cilën e arrin një grimcë gjatë kësaj përhapje të valës. Në fillim do t'i nxjerrim të dhënat e detyrës nga e cila është dhënë, ku thuhet se vala përhapet me një frekuencë të cilën e kemi shënuar me F apo me shkronjën greke ni, që është 660 Hz. Amplituda e valës është 0.3 mm dhe atë mund ta shënojmë me y0 barabartë me 0.3 mm. Gjatësia valore lambda është 50 cm dhe thamë se duhet të përcaktojmë nën A shpejtësinë me të cilën përhapet vala që shënohet me V dhe po ashtu do të përcaktojmë edhe shpejtësinë maksimale të një grimce të cilën do ta shënojmë me V0. Pra këto dy madhësi do të gjenden shpejtësia me të cilën përhapet vala dhe shpejtësia maksimale të cilën do të arrijmë grimca që shënojmë me V0. Të dhënat do t'i kontrollojmë sepse ato duhet të jenë të gjitha në njësi ndërkombëtare. Frekuenca ka njësi ndërkombëtare Hertz, është dhënë po ashtu në herca, ndërkaq amplituda është dhënë në milimetra, që milimetrat duhet t'i kthejmë në metra. Dhe kur milimetrat t'i kthejmë në metra, këtë numrin 0.3 duhet ta shumëzojmë me 0.001 metër, apo mund të shkruajmë edhe 0.3 herë 10 në fuqinë minus 3 metër. Këtë pasi ta rregullojmë, mund ta shkruajmë edhe 3 herë 10 në fuqinë minus 1 herë 10 në fuqinë minus 3 metra, barazi tani mund të shkruajmë 3 herë 10, baza e njëjtë, eksponentat lidhen, minus 1 dhe minus 3 bojnë minus 4 dhe njësia metër, që do të thotë se 0.3 mm mund ta shkruajmë edhe si 3 herë 10 në fuqinë minus 4 metra. Gjatësia valore është dhënë centimetra, ndërkaq njësia ndërkombëtare gjatësisë valore është metri, prandaj 50 cm kur t'i kthejmë në metra, 50 herë centi është 0.01 metër. Këtu mund të thjeshtojmë një 0 me një 0, 5 herë 1 5, 5 herë 0 0, tu vjen presja vetore dhe njësia metër. Tani do të gjejmë formulën e shpejtësisë me të cilën përhapet vala dhe formulën e shpejtësisë maksimale të një grimce që shënohet me V0. Provoni që ju vetë të zgjedhni tani këtë detyrë, ndërkaq në pjesën e dytë të kësaj detyre ne do të japim edhe zgjidhjen e kësaj detyre. Në pjesën e parë të kësaj detyre, sqaruam tekstin e detyrës që thamë se në për një mjedis përhapen valet me frekuencë 660 Hz dhe amplitudë 0.3 mm, gjatësia valore është 50 cm, ndërkaq kërkohet të përcaktohet shpejtësia me të cilën përhapet vala dhe shpejtësia maksimale e një grimce. Të dhënat i nxorëm dhe ato i kthyem në njësi ndërkombëtare dhe nga ju kërkuam që të provoni të zgjidhni variantën nën A dhe nën B, ku kërkohet nën A të gjendet shpejtësia e përhapjes së valës, ndërkaq nën B shpejtësia maksimale e një grimce që shënohet me V0. Shpresoj se ju ja keni dalë që të zgjidhni, por megjithatë ne do të japim edhe zgjidhjen e kësaj detyre. Dim se gjatësia valore që shënohet me lambda paraqet prodhimin e shpejtësisë së përhapjes së valës dhe periodës. Kur të vërtetohet kjo formulë, njësia do del
metër. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë së përhapjes së valës së metër për sekond, ndërkaq njësia e periudhës është sekonda. Sekond me sekond thjeshtohet dhe mbetet njësia metër. Po gjithashtu dimë se frekuenca paraqet vlerën reciproke të periudhës. Dhe nga kjo mund të thuhet se perioda është vlera reciproke e frekuencës. Dhe në qoftë në formulën e parë, lambda barabart me v herë t, në vend të periodës do të shkruajmë një thyë për frekuencën, ose këtë mund ta shkruajmë se lambda e barabart me shpejtësia thyë për frekuencën. Kur të vërtetohet kjo formulë, prap njësia duhet të del metër, sepse njësia ndërkombëtare e gjatësisë valore është metri. Dhe kur të vërtetohet kjo formulë, do të shohim njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond, njësia ndërkombëtare e frekuencës është herci. Mirëpo, hercin mund ta shkruajmë edhe si një thyë për sekond. Tu kemi thysën e dyfisht, ku shumëzojmë tjashmet me tjashme metër herë sekond dhe sekond herë një, dhe tani mund të thjeshtojmë sekond me sekond, ndërkaq metër thyë për një është metër. Formula është mirë, prandaj nga kjo formulë ne do të gjejmë shpejtësinë me të cilën përhapet vala, kështu që nga formula lambda barabart me shpejtësinë thyë për frekuencën, të dy anët e barazimit do t'i shumëzojmë me frekuencën dhe kemi lambda herë frekuenca barabart me shpejtësia thyë për frekuenca herë frekuenca. Frekuenca me frekuencën thjeshtohet, prej këtu rrjedh shpejtësia është e barabartë me lambda herë frekuenca. Në këtë formulë, njësia duhet të del metër për sekond, sepse është formula shpejtësisë së valës, prandaj para se ta përdorim, do ta vërtetojmë, duke shumëzuar njësinë e gjatësisë valore me frekuencën. Njësia gjatësisë valore ka njësinë metër, herë frekuenca ka njësinë hertz. Barazi, metër herë hercin, ashtu siç tham edhe më lart, mund ta shkruajmë si një thyë për sekond, prandaj shkruajmë një thyë për sekond vend të hercit. Tu kemi shumëzimin e numrit natyral me një thyës, ku shumëzohet numri natyral me numërusin dhe shkruhet në numërus, metër herë një metër, ndërkaq emërusi përshkruhet që është sekond. Metër për sekond, njësi ndërkombëtare e shpejtësisë dhe formula është mirë. Meqense formula është mirë, ne mund të përdorim këtë formulë, ku tani të dhënat i kemi, gjatësia valore është 0.5 metra, herë frekuenca është 660 Hz, 660 Hz, dhe kur të shumëzojmë numrin 0.5 me 660, rezultati është 330 metra për sekond. Pra shpejtësia me të cilën përhapet kjo valë është 330 metra për sekond. Në pjesën e tretë të kësaj detyre, do të gjejmë shpejtësinë maksimale me të cilën përhapet grimca. Për këtë do të nisemi nga formula shpejtësia e barabartë me shpejtësia e grimcës herë kosinusi i 2pi herë koha t thyer për periodën t. Me v0 kemi përshkruar shpejtësinë maksimale të grimcës. Dhe tani nga kjo formulë mund të kemi shpejtësia v0 është dhënë me 2pi herë y0 thyer për periodën t. Prej nga rrjedhse, shpejtësia v0 mund të shkruhet si 2 herë pi herë y0 dhe herë frekuenca f, për shkak se frekuenca tham se është vlera reciproke e periodës dhe këtu kemi një thyë për t. Në këtë formulë, kur të vërtetojmë, njësia duhet të jetë metër për sekond, prandaj do ta vërtetojmë para se ta përdorim dhe të kemi parasysh se njësia do të del metër për sekond. Dyshi nuk ka njësi, sikurse që nuk ka njësi as pia, sepse vlera e pis është 3.14 dhe numrat nuk kanë njësi. Y0 thamë është amplituda matet me metra, herë frekuenca ka njësinë hertz, ndërkaq
herci dim se është vlera reciproke e sekondës, pra këto mund të vërtetojmë 1 fy për perioda ka 100 sekond, e 1 fy për sekond është herc, që do të thotë se herci është 1 fy për sekond. Prandaj këto mund të shkruajmë vend të hercit 1 fy për sekond, dhe metër herë ne është metër, dhe sekundi përshkruhet dhe formula është mirë. Me qenë se vërtetuam se formula është mirë, ne këta mund të përdorim V0 barabart me 2 pi herë y0 herë frekuenca f, dhe tani do të zëvendësojmë 2 herë pia është 3.14, zëvendësojmë, herë amplituda ishte 3 herë 10 në fuqin minus 4 metra, pra theme të dhënat e verifikojmë edhe një herë a ishte kështu, 0.3 mm, që thamë është 3 herë 10 minus 4 të metra, ndërka që për frekuencë thamë se është 660 Hz, prandaj do të shkruajmë herë frekuenca 660 Hz, dhe kur krejt kjo të shumëzohen, 2 herë 3.14, herë 3 herë 10 në fuqin minus 4 herë 660 Hz, rezultati do të del 1.24 metra për sekund, që mund ju ta vërtetoni. Tani do të keni një detyrë për ushtrime. Në për një mjedis përhapen valet me frekuencë 1320 Hz dhe amplitud 0.3 mm. Gjatësia vales është 50 cm. Kërkohet që të përcaktohet shpejtësia e vales dhe shpejtësia maksimale e një grimce. Kjo detyrë është e ngjashme me detyrën të cilën e punuam në 3 pjesë e mëparshme, ku thamë se në për një mjedis përhapen valet me frekuencë 660 Hz me amplitud 0.3 mm, gjatësia valore është 50 cm. Edhe këtu kërkohej të përcaktoj shpejtësia me të cilën përhapet vala dhe shpejtësia maksimale e një grimce. Sipas kësaj teorie do të shkoni edhe në detyrën të cilën po u japim për ushtrime dhe do të arrini deri te zgjidhja e saj me lehtësi, prandaj ne këtu po u tregojmë vetëm rezultatin e detyrës, ku shpejtësia me të cilën do të përhapet vala është 660 metra për sekond. Ju duhet të arrini në zgjidhjen nën A me 660 metra për sekond që përhapet vala, dhe nën B është shpejtësia maksimale e një grimce që shënohet me V0 2.49 metra për sekond. Pra këto janë rezultatet që ju do të arrini në qoftë se do të punoni sipas teorisë së detyrës paraprake të cilën ua zgjedhëm në 3 pjesë, të parën, dytën dhe të tretën. Shpresoj se do të arrini me lehtësi deri te këto rezultate, duke i përdor formulat, zëvendësimet të cilat i dham në këtë detyrë, frekuencën shënoj me f apo me ni, pastaj amplitudën me y0, gjatësinë valore me lambda dhe shpejtësinë me cilën përhapet vala me v, gjithashtu shpejtësinë maksimale të një grimce me v0. Të gjitha formulat të cilat këtu i kemi përdor, dhe ju mund të shfrytëzoni në detyrën e juaj, të cilën po japëm për ushtrime, dhe do të arrini deri te rezultatet të cilat thamë se për shpejtësi të përhapjes së valës do të arrini te rezultati 660 metra për sekond,
ndërkaq për përhapje të grimcës me shpejtësinë e saj maksimale do të fitoni rezultatin 2.49 metra për sekond. Ju në fillim do t'i nxjerrni të dhënat, ku tham se frekuenca që shënohet me F apo me Ni është 1320 Hz, pastaj amplituda që shënohet me Y0 0.3 mm, ndërkaq gjatësia e valës është 50 cm, që gjatësinë valore e kemi shënuar me lambda, pra 50 cm, dhe kërkohet nën A të gjeni shpejtësinë e përhapjes së valës dhe nën B shpejtësinë maksimale të një grimce që shënohet me V0. Dhe natyrisht rezultatet treguam se do të fitoni V barazi 660 metra për sekond, ndërkaq për shpejtësi maksimale të një grimce V0 2.49 metra për sekond.